Rebia ibn Kabi. Rebia ibn Kabi rrëfej në vetën e parë. Isha në moshë djaloshare. Atë ditë kur dita e besimit preku shpirtin tim dhe zemra ime kënaq, e u qetësua kur mora mësimet e fesë islame. Kur sytë e mi pan për herë të parë Resulullahun alayhi salam, e desha me një dashuri që mi përshkoj tërë gjymtyrët. Zurat mere me të me pasion aq të zjarrt, sa që lash anash çdo gjë, andaj thash vetes: qofshi mëshiruar, o Rebia, përse nuk i përkushtohe shërbimit të Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Ti paraqitem atij personalisht dhe, nëse më pranon, do të jemi lumtur që do të gjendem pranë tij. Do ta përfitoj dashurinë e tij, do të jem fatlum dhe do t'i fitoj të mirat e dynjas dhe të ahiretit, të kësaj bote dhe të botës tjetër. Pastaj pa u vonuar, ju paraqita vetë pejgamberit alayhi salam dhe e luta që të më pranoj të jem në shërbim të tij. Ai nuk më refuzoi lutjen dhe pranoi që të bëhem shërbëtor i tij. Andaj që nga ajo ditë zura ta shoqëroi pejgamberin alayhi salam si hija e trupit të tij. Ecja me të kudo që shkonte dhe e përcidhja. O sa hit të shikimin nga unë, ngrihesha me një herë dhe i paraqitesha. Sa herë që kishte ndonjë nevojë të ngutshme, shpejtoja që t'ja kryej. I shërbija gjatë tërë ditës, e kur kalonte dita dhe pasi ai falte yacin e fundit, vitrin dhe hynte në dhomën e tij, vetëm atëherë vendosja që të largohesha. Megjithatë, thosha me vete: ku do të shkosh o Rebia? Vallë, mos do t'i paraqitet pejgamberit alayhi salam ndonjë nevojë gjatë natës. Prandaj ulesha te dera e dhomës së tij dhe nuk largohesha prej pragut të shtëpisë së tij. Pejgamberi alayhi salam një pjesë të natës e kalonte duke u falur. Më bëhej se i dëgjoja duke lexuar surën El-Fatiha, të cilën vazhdimisht e përsëriste gjatë 1/3 së natës, e ndoshta edhe më gjatë, ndërsa unë lodhesha dhe e lija atë, apo më mbylleshin sytë dhe flija. Nganjëherë më bëhej se i dëgjoja duke thënë: Allahu e dëgjon atë njeri i cili lavdëron atë. Këtë e përsëriste vazhdimisht, madje edhe më gjatë se surën El-Fatiha. Resulullahu e kishte princip që t'ia kthejmë të mirë çdo kujt që bënte një të mirë. Ai dëshiroi të më shpërblej për shpërblimin që i bëja. Një herë erdhi tek unë dhe më thiri: O Rebia ibn Kabi, të dëgjoj dhe të përgjigjem Resulullah, qofsh për herë i gëzuar, ja ktheva. Atëherë ai më tha: kërko prej meje ndonjë gjë të ta jap. Mendova pak e pastaj thash: më jep pak afat o Resulullah, që të mendoj se çka të kërkoj prej teje, e pastaj do të njoftoj. Nuk prish punë, më tha ai. Aso kohë isha i ri dhe i varfër, nuk isha familje, pasuri dhe as shtëpi, por strehohesha në sufejnë e xhamis, me të varfrit e tjerë musliman. Njerëzit na quanin mysafir të islamit. Kur ndonjëri sillte ndonjë sadaka te Resulullahu alayhi salam, ai na i dërgonte atë në tërësi. E nëse dikush i dhuronte diçka, ai merrte për vete një pjesë, kurse pjesën tjetër na dërgonte neve. Shpirtërisht dëshiroja të kërkoja diçka nga të mirat e kësaj bote, nga pejgamberi alayhi salam, në mënyrë që të bëhem i pasur, që ta gëzoj jetën sikur të tjerët dhe të kem pasuri, grua dhe fëmijë. Por zvonoj shumë dhe thash me vete: qofshi shkatëruar o Rebia ibn Kab. Vërtet kjo botë është kalimtare ndaj Allahu i lartë madhëruar të ka caktuar riskun, kafshatën e jetës, e ai patjetër do të ta arrijë. Pejgamberi alayhi salam gëzon pozitë lartë e Zoti. Prandaj për hir të asaj grade atij nuk i refuzohet asnjë kërkesë dhe tash në vetvete të kërkoj prej Resulullahut që ai ta lutë Allahun për të më dhënë diçka nga mirësitë e ahiretit. Kjo kërkesë më pëlqente në shpirt. Pastaj shkova tek i dërguari i Zotit xheleshanohu, ai më pyeti: çfarë do të thuash o Rebia? O Resulullah, unë kërkoj prej teje që ta lutesh Allahun e lartë madhëruar, që të më bëj shoqërues tëndin edhe në xhennet, i thash. Kush të këshilloj për këtë? Më pyeti ai. Jo, pasha Allahun askush nuk ka këshilluar për këtë, por kur më the, kërko prej meje që të t'i jap, unë shpirtërisht dëshiroja që të kërkoja diç nga të mirat e kësaj bote. Pastaj zvonova dhe udhëzova që ta kërkoj jetën e përhershme, e jo atë kalimtare. Andaj kërkova prej teje ta lutesh Allahun që të jem shoqëruesi yt në xhenet. Kështu i thash pejgamberit alayhi salam. Atëherë pejgamberi alayhi salam heshti një kohë të gjatë dhe tha: a dëshiron diçka tjetër o Rebia? Jo, Resulullah, sepse nuk barazoj asgjë me atë që kam kërkuar, i thash. Pra, më ndihmo duke bërë sejdë të shumta, më porositi Resulullahu alayhi salam.
Atëherë fillova ta shpeshtoja dhurimin që ta kem mirësinë për ta shoqëruar pejgamberin alayhis salam në xhenet në botën e ardhshme, ashtu siç pata fatin që t'i shërbej dhe ta shoqëroj edhe në këtë botë. Për atëherë nuk kaloi kohë gjatë kur pejgamberi alayhis salam më ftoi dhe më pyeti: "A nuk do të martohesh, o Rebia?" "Nuk dëshiroj të angazhohem me asgjë tjetër vetëm se të jem në shërbimin tënd, o Resulullah", ja ktheva. "Pastaj unë nuk kam pasuri që ta paguaj mehrin për grua e as me çfarë ta furnizoj atë për jetë." Atëherë ai heshti. Kur më takoi herën tjetër përsëri më pyeti: "A nuk do të martohesh, o Rebia?" Ju përgjigja njësoj si herën e parë. Por kur mbeta vetëm, u pendova dhe thash: "U mirë për ty, o Rebia. Për Zotin pejgamberi alayhis salam e di më mirë se cila pjesë e ibadetit më shpagohet më së miri dhe çka të kërkoj nga Zoti në këtë botë. Madje ai është informuar mirë se çfarë zotëroj. Për Zotin, nëse pejgamberi alayhis salam më fton herën tjetër për martesë, gjithsesi do t'i përgjigjem pozitivisht." Nuk kaloi kohë gjatë dhe pejgamberi alayhis salam më pyeti për herë të tretë: "A nuk do të martohesh, o Rebia?" "Po, gjithsesi do të martohem", ja ktheva këtë herë. "Por kush do të më martoj mua, kur jam në gjendjen të cilën edhe ti e di fare mirë?" Atëherë ai më tha: "Shko te një familje e caktuar dhe thuaj ju atyre: Pejgamberi alayhis salam ju urdhëron që të më martoni me një vajzë tuajëm." Unë shkova i turpruar tek ajo familje dhe thash: "Pejgamberi alayhis salam ka dërguar që të më martoni me një vajzë tuajën." Ata më pyetën të habitur: "Si thua, me një vajzë tonën?" "Po", u thash atyre. Ata thanë: "Ne mirëpresim urdhrin e Resulullahut alayhis salam, andaj mirë se ka ardhur i dërguari i tij. Për Zotin, nuk do të kthehet i dërguari i Resulullahut alayhis salam pa ju plotësuar kërkesa." Ata më fejuan me atë vajzë. Pastaj u ktheva tek pejgamberi alayhis salam dhe i thash: "O Resulullah, erdha prej më të mirës shtëpi. Më besuan, më mikpritën dhe më fejuan me vajzën e tyre. Por si do ta paguaj mehrin?" Pejgamberi alayhis salam ftoi Burejde ibn el-Hasibin, i cili ishte nga paria e fisit tim, Benu Eslem, dhe i tha: "O Burejde, tu boje sasinë e caktuar të arit dhe e bëri këtë për mua." Pejgamberi alayhis salam më tha: "Merri këtë dhe shko tek ajo familje dhe vajzës, e thuaju atyre: Ky është meheri për vajzën tuaj." Shkova tek familja e vajzës dhe pagova meherin. Kurse ata e pranuan, mbetën të kënaqur dhe thanë: "Është mjaft dhe mirë. Po, ku të marrë të holla e pasuri për ta përdasmën?" Pejgamberi alayhis salam përsëri drejtua Burejdes: "Tu boni vlerën për të blerë një dash për Rebian." E ata blen një dash të madh dhe të majm. Pejgamberi alayhis salam më tha: "Shko tek Aishja dhe thuaj asaj të ta jap elbin." Shkova tek ajo dhe më tha: "Merri ato 7 sa elb, se për Allahun nuk kemi ushqim tjetër përveç ti." Mora dashin dhe elbin edhe shkova tek familja e të fejuarës time dhe ata më thanë: "Se i përket elbit, ne do ta përgatisim atë." Kurse për dashin, urdhëroi shokët e tu ta përgatisin. Mora dashin dhe bashkë me disa njerëz të fisit tim Benu Eslem, e therëm dhe pastaj e ziem. Pra, tani kishim bukën dhe mishin për dasmën. E bëra dasmën, e ftova Resulullahun dhe ju përgjigj ftesës time. Më pastaj pejgamberi alayhis salam ma lejoi një tokë pranë asaj të Ebu Bekrit. Më hyri në qejf aq shumë jeta e kësaj bote, sa që lindi një mosmarrveshje mes me dhe Ebu Bekrit për një hurmë dhe i thash: "Ajo është në tokën time." Kurse ai më tha: "Jo, ajo është në tokën time." U grinda me të, e ai më ktheu me fjalë e cila nuk më pëlqeu. Por pasi rodhi fjala, ai u pendua dhe më tha: "O Rebia, ma kthej me një fjalë të ngjashme, me qëllim që të jetë ndëshkim për mua." "Jo, për Zotin, nuk do ta bëj këtë", i thash atij. Atëherë ai më tha: "Pra, do të shkoj tek pejgamberi alayhis salam dhe do t'i ankohem që po e bën dëshkimin ndaj meje", më tha ai. Ai u nis për tek pejgamberi alayhis salam, kurse unë shkova pas, e pas me erdhën edhe disa njerëz nga fisi im, të cilët thanë: "Ai, Ebu Bekri, ka filluar i pari dhe të ka fyer. E tani po shkon para teje tek pejgamberi alayhis salam që të ankohet kundër teje." Unë thash: "A e dini se kush është ky? Ky është Es-Sidiku. Ky është kryeplaku i muslimanëve. Prandaj, kthehuni para se t'ju shikoj. Me që do të mendoj që kemi ardhur për të më ndihmuar mua kundër ti dhe ai do t'i dërohet. Pastaj do të shkoj tek Resulullahu edhe ai do t'i dërohet për hidhërimin e Ebu Bekrit dhe më në fund edhe Allahu do t'i dërohet për hidhërimin e atyre të dyve. Kështu që do të shkatrohem unë, Rebia."
Prandaj ktheuni. Ebu Bekri arriti tek pejgamberi alayhis salam dhe ja tregoi ngjarjen ashtu siç ishte. Atëherë pejgamberi alayhis salam e ngriti kokën dhe mpyeti: "Ç'ke ti dhe Ebu Bekri, o Rebia?" Unë i përgjigja: "O Resulullah, ai dëshiroi që unë t'i them njësoj siç më ka thënë ai mua, por unë nuk veprova ashtu." "Jo, mos i thuaj siç t'ka thënë ty, por thuaj: Zoti ja fal të gabimin e Ebu Bekrit", më tha Resulullahu alayhis salam. Atëherë unë i thash: "Të faltë Allahu gabimin, o Ebu Bekër." Derisa po shkonte rrugës, lotët i shkonin në rreke dhe më tha: "Allahu të shpërbleft me të mirë nga ana ime, o Rebia. Allahu të shpërbleft me të mirë nga ana ime, o Rebia ibn Kabi."